Erifili Bezhani ishte një nga figurat më të shquara të historisë së zgravës shqiptare. Ajo ishte avokatja e parë shqiptare e diplomuar në Francë, e lindur në Vlorë, që shkëlqeu në Universitetin e qytetit Aix-en-Provence, ku mori titullin lisancë androjt. Si një vajzë e re e talentuar, kishte perspektiva të jashtëzakonshme për një karrierë të shpejtë dhe të suksesshme në Francë. Pas vetëm 2 vitesh ushtrimit të profesionit të avokates në Marseille, Erifili Bezhani po ndërtonte një jetë të lumtur dhe madje ishte e fejuar me një avokat aristokrat francez. Por, në kulmin e lumturisë, jeta do të merrte një kthes të papritur. Motra e saj, Evrinomi, kishte nevojë për mbështetje dhe Erifili vendosi të lërë pas gjithçka për ta shoqëruar në Shqipëri. Ishte dimri vitit 1943, koha e luftës, kur 2 motrat zbresin në portin e Vlorës për të mos u larguar më kurrë nga dheu. Në Tiranë, Erifili dhe motra e saj u përfshin shpejt në jetën intelektuale të kryeqytetit. Ajo u shoqërua me figura të njohura të kohës, deputet, liberal-demokrat, social-demokrat dhe intelektual të dalluar, si Dimitër Pasko, Musine Kokalari, Gjergj Kokoshi dhe shumë të tjerë. Erifili, e shkolluar jashtë vendit dhe e njohur me modelet e demokracive perëndimore, e kuptoi shpejt se regjimi komunist nuk do të lejonte vendosjen e pluralizmit dhe demokracisë në Shqipëri. Ajo ishte e vendosur të fliste hapur dhe të mbante qëndrime të qarta për nevojën e demokracisë. Për këtë, guximi i saj do të paguhej shtrenjtë. Më 16 maj 1947, pas arrestimeve të bujshme të grupit të deputetëve dhe të intelektualëve që mendonin ndryshe, Erifili Bezhani arrestohet. Në fund të vitit, gjykata ushtarake e Tiranës e dënon me 20 vjet heqje lirie dhe ajo dërgohet në burgun famëkeq të Burelit. Në Burel, ajo do të përjetonte vuajtje dhe tortura njerëzore, bashkë me 3 gra të tjera të shquara, Musine Kokalari, Shega Këlcyrën dhe Nurje Koculin. Të gjitha këto gra, me karakter të fortë dhe shpirt të papërkulur, mbajtën dinjitetin e tyre dhe nuk u dorëzuan para dhunës dhe poshtërimit. Kujtimet e bashkëvuajtësve tregojnë se Erifili ishte fort, e vendosur dhe pa lëkundur në bindjet e saj për demokracinë. Pas disa vitesh, për shkak të amnistive, Erifili lirohet nga burgu, por nuk mund të ushtrojë më profesionin e saj të shtrenjtë si avokate. Regjimi komunist i mohon çdo mundësi për të kthyer në profesionin e saj. Për të mbijetuar, ajo përdor njohuritë e saj të gjuhëve të huaja, duke punuar si përkthyese për institucione të ndryshme në Tiranë. Përkthimet e saj përfshin tekste ligjore, botime shkencore dhe materiale të ndryshme ndërkombëtare. Por, pasojat e regjimit nuk përfundojnë këtu. Në vitin 1958, ajo përballet me një vendim poshtëruese, të punojë si pastruese rrugësh, në turnin e tretë, duke humbur çdo liri dhe dinjitet të arritur me vite studimi dhe përvojë. Pas 6 muajsh pune të tillë, Erifili sëmuret rënd nga një ulçer dhe shtrëngohet për një operacion të rënd. Fatkeqësisht, më 15 shkurt 1959, ajo mbyll syt në moshën vetëm 49 vjeçare. Historia e Erifili Bezhani është një dëshmi e guximit, integritetit dhe përkushtimit ndaj demokracisë dhe drejtësisë. Një grua që shkoi përtej sfidave, që luftoi për të drejtën për të menduar lirshëm dhe që nuk u dorëzua kurrë para padrejtësisë. Trashëgimia e saj mbetet një shembull frymëzues për të gjitha gjeneratat e grave dhe për të gjithë ata që besojnë në liri dhe drejtësi.